Kosovës, të pandehurit Avtush Topalli dhe Premtim Topalli. Të pandehurit Naser Lugaliu, Fidoreta Ajvazi, Fezullah Ejupi, Adem Binakaj, Leurat Shehu, Agim Rastelica, Flamor Lekaj, Shaban Zuka, Eduard Brahimaj, Dragan Živković, Naser Bislimi, Azem Miftari, Labinot Ajeti, Makbule Mehmeti, Selim Rustemi, Fatos Ferizi dhe Besfot Pozhegu lirohen nga akuza, pasi që nuk është provuar se të njëjtit kanë kryer veprën penale keq përdorimi pozitës apo autoriteti zyrtar nga neni 414 në vazhdimsi dhe bashkëkryer nga neni 3 lidhur me nenin 31 dhe 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të pandehurit Avtush Topalli dhe Premtim Topalli lirohen nga akuza, pasi që nuk është provuar se të njëjtit në bashkëkryer kanë kryer veprën penale pranim i rishfetit në sektorin privat nga neni 309, paragrafin 1, lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. E pandehura Flora Ferizi lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se njëjta në bashkëkryer ka kryer veprën penale, mos lajmërimi vepra penale, raste të posaçme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 391, paragrafin 1.1.3 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të pandehurit Avtush Topalli dhe Premtim Topalli lirohen nga akuza pasi që nuk është provuar se të njëjtit në bashkëkryer kanë kryer veprën penale, raste të posaçme të falsifikimit të dokumenteve nga neni 391, paragrafin 1.1.3 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të pandehurit Naim Thaçi dhe Syl Beta lirohen nga akuza pasi që nuk është provuar se të njëjtit në bashkëkryer kanë kryer veprën penale keq përdorimi pozitës apo autoriteti zyrtar nga neni 414 lidhur me nenin 31 të Kodit të Procedurës Penale, si dhe veprën penale zbulimi fshehtësisë zyrtare nga neni 426, paragrafin 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I pandehuri Ekrem Latifi lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale dhënie e rishfetit nga neni 422, paragrafin 1 Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I pandehuri Dritmir Islami lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale pranimi i rishfetit në sektorin privat nga neni 309, paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I pandehuri Murat Murtez Rama lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale e dhënies së ndihmës në pranimin e rishfetit në sektorin privat nga neni 309, paragrafin 1 lidhur me nenin 30 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I pandehuri Hasan Hasani lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale dhënie e rishfetit në sektorin privat nga neni 310, paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I pandehuri Milazim Demolli lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale pranimi i rishfetit në sektorin privat nga neni 309, paragrafin 1 lidhur me nenin 30 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe veprës penale dhënies së rishfetit nga neni 422, paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. E pandehura Lendita Hoxha lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se i njëjta ka kryer veprën penale dhënie e rishfetit në vazhdimsi nga neni 422, paragrafin 1 lidhur me nenin 77 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I pandehur Enver Fazliu lirohet nga akuza pasi që nuk është provuar se i njëjti ka kryer veprën penale pranimi i rishfetit në sektorin privat nga neni 309, paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, e cila është marrë në kundërshtim me dispozitat ligjore të Kodit Procedurës Penale, po dhe ligjit për ndihmë juridike ndërkombëtare në çështjen penale, po ashtu i ka shpall prova të papranueshme të gjitha transkriptet e masave të fshehta, pasi të gjitha këto transkripte që janë masat fshehta që janë zbatuar lidhur me këtë çështje janë marrë pa advendim për fillim të hetimeve,
ku të pandehurve ndaj të cilve janë shumë të mosa, janë urdhnu të mosa, ju ka ditë identiteti, ju ka ditë datëlindja dhe në çdo kodi procedurës penale në mënyrë eksplicite kërkon që kur të pandehurit i dihet identiteti, i dihet kush është, atëherë duhet që të nxirret fillimisht akvendim për fillimin e timeve. Asnjëra nga këto mosa nuk janë marrë me akvendim për fillim të hetimeve. Akvendimi për fillim të hetimeve është marrë pas zbatimit të gjitha këtyre mosave. Po ashtu, mosa që është zbatu mosa dhe simulimi veprës penale të korrupsionit. Edhe kjo mos, edhe pse është ditë që po i drejtohet personave konkret, edhe i është dhënë përmes zyrtarit policor të infiltruar në te, ajo mos është zhvillu pa akvendim për fillim të hetimeve. Dhe këtë ligje e ndalën në mënyrë eksplicite dhe si të tillë i kemi shkollë prova të papranueshme. E dini që e gjithë kjo aktakuz është ngritur mbi bazën e përgjimeve që janë bo me mosa të fshehta. Nëse vetëm e shifqoni aktakuzën, të gjithë të pandehurit që janë përfshirë në to, nuk dinë veprimet inkriminuese të tyre, po në mënyrë të përgjithësuar është thonë në këtë cilësi apo në atë cilësi kanë kryer veprën penale, përkundër faktit që gjykata këtë aktakuzë e ka kthyer në plotësim dhe ka kërkuar që e njëjta të plotësohet dhe të specifikon në mënyrë taksative veprimet inkriminuese të secilit të pandehur, veç e veç të dihet këta të pandehur cilit kandidat për cilën pjesë të testit apo cilën kategori i kanë plotësuar këto teste, nuk kemi marrë përgjigje nga prokuroria, veç është lënë aktakuza në formatin të cilin edhe ka qenë. Prandaj, si pasojë e këtyre veprimeve procedurale që janë zhvilluar në kundërshtim me dispozitat ligjore, kemi ardhur deri tek ky verdikt i gjykatës. Arsyetimin në formë të detajuar do ta merrni me aktgjykim të shkruar, ndërsa testet me qenë të pandehurit nuk janë shkollë, nuk është provu fajësia të pandehurve, atëherë gjykata nuk ka mundur që të bëj anulimin e testeve ashtu siç është propozuar në aktakuzën e prokurorisë, ku është kërkuar në mënyrë eksplicite që të bëhet anulimi i testeve për patent shofer për kandidatët që është theksuar në pikën 4 të propozimit të aktakuzës, aty pra është ku prokuroria ka propozuar, është faqja 12 e aktakuzës, është pika 4 të saj, mos me numëru të gjithë ta persona që i ka përmend prokuroria, por mungesë të provuarit të veprës penale, atë gjykata nuk ka mund që të bëj edhe anulimin e testeve për këta kandidat. Ky është vendimi i gjykatës themelore në Prishtinë, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankesën në afat prej 30 ditësh pas marrjes së aktgjykimit në formë të shkruar. Ju faleminderit, ditën e mirë. Që ti nga të dorë me faleminderit shumë. Zotin mos që mos me postë se rrasë u konë të një shumë, kur ka nesë mëra, e të rrugdore s'ka dhe pse keni me postë edhe një svitë për timin që në